mbi gjysma e shkollave në Maleshev janë me ushtrues detyre me militant partijak të cilët shantazhohen dhe mbahen nën presion për vota. Caktimi prioriteti parë për programin tim dhe qytetarët e Maleshevës është uji dhe kanalizimet. Malesheva vuan për ujë si asnjë komunë tjetër në Kosovë. Kanalizimet ecin qytetit e fshatrave si në asnjë komunë në Kosovë. Mund t'ju duket se neve për na bjen me përsërit në për debate, po kjo është një fakt që të gjithë qytetarët e Maleshevës e dinë, që në vitin 2025 akoma kanalizimet ecin rrugës. Pastaj kemi planifikuar që me ngritë cilësinë e arsimit, sepse arsimi në Maleshevë është jashtëzakonisht i politizuar. Mbi gjysma e shkollave në Maleshevë janë me ushtrues detyre me militant partijak të cilët shantazhohen dhe mbahen nën presion për vota e për presion ndaj fëmijëve për me nxjerrë në fushat. Pastaj mirëmbajtja e shkollave është lënë pas dore. Shkolla në Maleshevë shihet vetëm si objekt tenderimi dhe zyrë punësimi për militant partijak, e jo si burim i dijes, ku fëmijët tanë me qenë barabartë edhe me nivelin e Kosovës e lërë më jashtë. Shëndetësia po ashtu shfrytëzohet si streh e punësimit me projekte të dyshimta të militantëve partijak, derdhen miliona në këtë fushë e na nuk i shfrytëzojmë mundësitë që Ministria e Shëndetësisë na jep edhe për punësimin, edhe për projektet për vizita nëna dhe fëmijë, edhe për shëndet paliative kështu me radhë. Pastaj shërbimet shëndetësore në Maleshevë janë të lëna pas dore në kuptimin e furnizimit me material. Na kena shërbimi stomatologjik që 2 vjet nuk ka material për mbushje të shërim dhëmbëve. Nuk kena material harxhues për emergjencë. Domethënë kena probleme të vogla e investimet kryesisht në shëndetësi në fasada dhe ku ka pas mundësi të nderimi. Bujqësia në Maleshevë komuna bujqësinë në Maleshevë nuk e mbështet, po i zgjedh militant partijak për subvencionim dhe ato ka 2-3 herë e bujqit e ndershëm e punëtorët Maleshevës të cilët kanë vështirësi dhe kanë nevoja për subvencionim nuk mbështeten në këtë drejtim. Urbanizmi në Maleshevë është në kaos urbanistik, pa harta zonale, pa plan zhvillimor, pa plan urbanistik.